Seria e shkrimeve të pamfletit për GE Investment SHPK nuk ka ekspozuar thjesht një kompani pa kapital që merr leje ndërtimi, por ka hapur një panoramë shumë të gjerë, ku koncesionet publike, administrata tatimore, kontrolli territorial dhe ndërtimi shumë katësh funksionojnë si hallka të së njëjtës skem. Kjo skem nuk prodhon vlerë ekonomike të deklaruar, por prodhon projekte miliona euro të mbajtura nga subjekte që në letra nuk kanë as kapacitet financiar dhe as histori biznesi që ta justifikojnë këtë nivel aktiviteti. Në qendër të kësaj strukture formale qëndron GE Investment SHPK, një shoqëri e themeluar në vitin 2022 me pronar Gledis Çela dhe Endrit Shabani, e cila në bilancet zyrtare nuk deklaron kapital funksional, qarkullim, kredi bankare apo burime financimi. Megjithatë, kjo shoqëri trajtohet nga institucionet si zhvillues ndërtimi dhe pajiset me leje për kulla dhe resorte që kërkojnë mbi 120 milionë euro investim real në Vlorë, Tiranë dhe Bregdet. Për të kuptuar pse kjo ndodh, duhet ndalur tek figura e Endrit Shabanit dhe tek përfshirja e tij shumë përpara ndërtimit në sektorin e koncesioneve publike, konkretisht tek hidrocentrali Bushtrica. Në vitet e mëparshme, Endrit Shabani shfaqet si përfitues koncesioni për hidrocentralin Bushtrica Hydropower përmes shoqërisë Enolio SHPK, një kompani me kapital rreth 900 euro. Kjo kompani merr të drejtën e shfrytëzimit të një pasurie publike përmes një kontrate koncesionare, ku investimi deklaruar arrin rreth 5 milionë euro. Ky raport mes kapitalit të shoqërisë dhe vlerës së investimit nuk përbën thjesht mospërputhje financiare, por përjashton në mënyrë absolute mundësinë që investimi të vijë nga burime të ligjshme, të deklaruara nga subjekti përfitues. Në kontratën e Bushtricës, Endrit Shabani figuron jo vetëm si përfitues, por edhe si administrator, pra si person që merr përsipër drejtimin e një projekti publik afatgjat, pa pasur asnjë garanci financiare, bankare apo kapital të dokumentuar. Kjo është pikërisht faza ku ligjërisht duhet të funksionojnë filtrat e kontrollit financiar dhe të burimit të fondeve, filtra që në këtë rast nuk kanë funksionuar. Gjatë ecurisë së projektit, struktura e shoqërisë ndryshon. Në skem përfshihen edhe subjekte të tjera të lidhura me Bushtricën, përfshir Bushtrica Hydropower SHPK dhe kompani ndërtimi e shërbimi që marrin përsipër realizimin praktik të veprave, furnizimet, punimet dhe investimin real. Këto subjekte nuk shfaqen në fazën e dhënies së koncesionit si financues, por hynë më pas, duke mbuluar boshllëkun financiar që kompania koncesionare nuk e ka pasur kurrë.